Gjithashtu kemi edhe pjesën e konsumit të madh të energjisë elektrike, pra personat përgjegjës të operatorit sistemit shpërndarjes se kanë shumë të lehtë të identifikojnë një pronë të caktuar e cila po konsumon energji elektrike jashtë normales, sepse në një pronë në një ambient që është konsumuar dhe konsiderohet si banesë, apartament, banesë, njësi, magazin, pra e çdo lloji, pra ka një periudhë të konstante të konsumimit të energjisë elektrike dhe papritur kemi një 10 fishim të konsumit, patjetër që duhet të shërbejë si indicje për verifikim. Dhe indicia kryesore që të çon tek kultivimi i bimëve narkotike. Kjo edhe nga rastet e shumta që ne kemi parë këtu në Shqipëri. Pra, gjithë kultivimi i bimëve narkotike që ka qenë i bërë në natyrë me parcela të konsiderueshme tani po kthehet tek godina në ambiente të mbyllura, mundësisht larg syrit të individëve që mos lënë gjurmë dhe mundësi për tu kapur nga organet ligjzbatuese.